Parkimi mirë është ky. Rëmuj brenda zonës, goditja nuk është e sakt nga Jarovic. Minuta 10. Pasim përpara për Kristal Abazajn. Parkimi ti, goditja me kokë dhe 0-1. 0-1 kalon e përsi drita. Goli tushës arkim fenomenal nga Kristal Abazaj. Realizon veton tusha. Minuta 44. Drita në e përsi. Dhe shkënjim tani normalisht nga te trajneri fakt debatik Curri. Shënon drita. Dërhyre Palior dhe karton. Është i kuq. Karton i kuq. Për Albin Prapashticën. Minuta 45 dhe tani Gjilani dhe me një letar më pak. Ja mos jo tani këtu, nuk ka goditje Thaçi. Goditja Thaçi! Afër golit të barazimit. Korneri numër 7. Rast fenomenal tani për kapitenin Armen Thaçi. Parkim në zonë. Rëmuj dhe njerja mos jo këtu goditja e letë nga në drejtim të portierit të Kolaj Dabiqa i tentoj, nuk ishte pasime të mira. Alzeraj, ja mos ja këtu për dritën Arkimi, për volej goditja me të majtën, shumë e mirë nga Lima i blokot nga editar i Gjilanit. E merë topin për para bashkë shumë tani Arkimin e ti, e bën këtë mjaft mirë, rasti tani këtu për skuadrën e Gjilanit kërkot penalti, kështu të regon Senad Jarovic. E gjyqtari e për vetëm korner për skuadrën e Gjilanit. She, Arkim në shtyllën e dytë. Artur, goditja Artur, qëfar pritë tani bën portieri Kolaj, apo ka qenë shtylla si duket. Rast shumë i mirë për Artur. Artur është i lirë në krah, topi është për të, shojmë tani Artur, drejt zonës. Pasim jaftë i mirë, goditja dhe nuk ka gol për Blerim Krasniqin. Rast që të mbyllët të gjithë shka këtu, mirë po nuk shënon. Edhe 5 sekunda dhe mbyllët. Fiton drita. 0-1 me golin e veton tushës.